Policia e Tiranës ka arrestuar 3 persona mes tyre një efektiv të një kompanie private sigurie dhe ka proceduar penalisht 10 të tjerë lidhur me ngjarjet të ndodhura gjatë sfidës futbollistike mes Shqipërisë dhe Serbisë të zhvilluar të shtunën. 2 prej të arrestuarve akuzohen për prishje të rendit dhe qetësisë, si dhe hedhje të sendeve të forta në fushë, ndërsa efektivi 45 vjeçar është konstatuar duke marrë para nga 2 shtetas të Kosovës për të shmangur kontrollin fizik të tyre. Specialistët për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë numër 1 arrestuan në flagrancë shtetasit DI 31 vjeç dhe JL 29 vjeç, si dhe proceduan në gjendje të lirë 10 shtetas të tjerë për prishje të rendit e qetësisë dhe hedhje të sendeve të forta në fushë gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit midis Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin Arena Kombëtare. Gjithashtu në vijim të veprimeve është arrestuar shtetasi BÇ 45 vjeç, punonjës i shërbimit privat i sigurisë fizike, pasi është konstatuar duke marrë para nga 2 shtetas të Kosovës me qëllim shmangjen e kontrollit fizik të tyre. 2 shtetasit kosovar u proceduan gjithashtu në gjendje të lirë, thuhet në sqarimin e Policisë së Tiranës.